Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur peshorë. Kjo javë është një pikë kthese për ju. Letrat tregojnë se je mes pranimit të rrugës që të është hapur dhe fuqisë për të krijuar një realitet të ri me zgjedhjet e tua. Ky është momenti kur balanca jote është e mbrëmshme, bëhet qelsi i fatit tënd. Edhe pse ndonjëherë rruga përpara duket e mjergull, shikoni, nuk po e shikojmë fundin. Kjo nuk do të thotë që është i vështirë apo sfidues rrugtimi juaj. Çdo hap që bën është pjesë e udhëtimit tënd. Beso se po ecën drejt vendit të duhur. Krijo karmën tënde. Çfarëdo që bën të dashur peshor sot, do krijosh të nesërmen tënde. Vendimet e vogla të përditshme janë ato që ndërtojnë fatin tënd. Vepro me ndërgjegje dhe gjithçka do të vijë në përputhje me të mirën më të lartë për veten tënde. Pranoje fatin tënd, thotë, pranoje në kuptimin e saj që atë çfarë po ndjen nuk është ajo ka ndodhur dhe duhet ta pranoj. Pranoje udhtimin tënd me hapësinë e zemrës, ato që vërtet dëshiron. Në këtë mënyrë po e mendoj pranimin. Edhe kur nuk kupton çdo detaj, beso se gjithçka po të çon drejt qëllimit tënd më të madh, çfarëdo apo kudo që je duke shkuar. Shikoje këtu, ndryshoje ta them fatin tënd, pra historinë tënde. Historia jote nuk është e gëdhëndur në gur, siç nuk është e asnjëri të dashur. Ke fuqinë të ndryshosh, të hapësh një kapitull të ri dhe të shkruash një përfundim të ri. Zgjedhja është në dorët e tua. Pra, të shkruajmë, të bëjmë, dhe të krijojmë atë që duam për të ardhmen. Peshorë, kjo javë është një kujtesë që fati yt është një kombinim i pranimit dhe zgjedhjes. Beso në rrugën ku je, por mos harro se me çdo vendim të vogël që bën, ti formon një formë realitetin tënd. Fuqia për të balancuar mes pranimit dhe veprimit është dhurata jote këtë javë, që të jemi në balancë me veten tënde. Dhe prandaj jeni peshorja, që ti balancojmë një herë e mirë dhe të ecim aty ku vërtet duam të jemi.